Policia e Korçës ka finalizuar një tjetër operacion të shtrirë në 2 qytete të qarkut, Korçë dhe Pogradec, duke goditur një rrjet lokalesh që ishin vënë në dispozicion të organizimit të kundërligjshëm të lojrave të fatit. Kontrolli u ushtruar nga shërbimet e komisariateve të Korçës dhe Pogradecit zbuloi pajisjet elektronike, monitor dhe telefona celular të përdorur për vendosjen e basteve, si dhe punonjës të paregjistruar, duke konfirmuar skemen e veprimtarisë së paligjshme. Si rezultati i ndërhyrjes, policia vuri në pranga 2 administratorë lokalesh banues në Pogradec. Të dy akuzohen për disa vepra penale, përfshirë organizimin ose ushtrimin e veprimtarisë së lojrave të fatit në kundërshtim me ligjin, vënia në dispozicion e lokaleve për lojra fati, punësim të paligjshëm dhe akuzat e fshehjes së të ardhurave. Arrestimet u kryen në flagrancë pasi në ambientet që ato administratonin u konstatua pajisje që shërbenin për vendosjen e basteve sportive dhe punonjës të paregjistruar. Përveç arrestimeve, policia nisi procedimin penal edhe për 6 shtetas të tjerë të përfshirë në aktivitetet e paligjshme. Po gjatë kontrolleve, policia arriti të kapte edhe 35 vjeçarin banues në Korçë, i shpallur në kërkim vetëm 2 ditë më parë. Ai akuzohet për kanosjen e një 18 vjeçari, të cilit i kishte kërkuar me kërcënim një shumë parash, që ky i fundit i detyrohej për baste sportive të luajtura në emër të 35 vjeçarit. Ndaj tij u nis procedimi penal në gjendje të lirë, ndërsa vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave. Materialet e çështjes janë referuar tashmë prokurorisë së Korçës, e cila po ndjek më tej hetimet për të përcaktuar përgjegjësit ligjor dhe për të thelluar investigimin mbi mundësinë e ekzistencës së rrjeteve më të gjëra të lojrave të fatit në zonë. Policia nënvizon se operacionet kundër aktiviteteve të paligjshme do të vijojnë, duke synuar çrënosjen e kësaj forme kriminale që shpesh lidhet me pasoje sociale dhe ekonomike në komunitet.